إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى والدين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق الجهاد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Falendrimet dhe adhurimet tona ja dedikojnë madhnisë Allahut që është një dhe përveç tij tjetër s'ka. Allahun e falenderojmë për udhëzimin që na ka dhuru. Allahun e falenderojmë që ka zbritur Kur'anin në dhërëfys për njerëz të devotshëm. Allahun e falenderojmë që na ka bërë ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ummeti më i privilegjuar prej gjithë ummeteve tjera. I çojmë salat dhe selamën këto momente Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. E lusmi vazhdimisht të madhin Zot me lutjet sinqerta nga zemrat tona dhe me gjuhët tonë, e sidomos në këto momente ku pranohen lutjet se kemi nevojë për lutje për madhninë e Allahut, që Allahu na mëshiron neve, juve dhe gjithë muslimanëve. Prej Allahut kërkojmë falje se Allahu fal, Allahu na fal gjunahet. Dhe prej Allahut kërkojmë Jannatul Firdausin, Allahu nasip na baft dhe na ruaj nga zjarmi i xhehenemit. Amin. Besimtarët nderuam, njerëzit në dynjë bëjnë vepra të mira dhe të këqija. E zakonisht njeriu kur i bën dikujt na mirë, ka qef mja kthy me të mirë. Njeriu, ndërsa raporti i njeriu i krijesës me krijuesin me Allahun bën mirë se Allahu nuk të harron ty asnjëherë dhe Allahu ta kthen me të mirë. Nuk ka mundësi më të met borxh Allahu në mirësinë dhe veprat e mira që i bën ti në dynjat. E prej gjithë Kur'anit familjar janë 5 ajete që Allahu po na merr mysh dhe neve për do punë të mira që janë shumë bazike, edhe Allahu nuk t'jet borxh, po çka? Thotë wabashshiril mu'minin. Dhe thotë Allahu në Kur'an, dhe merri mysh dhe njerëzve, mysh dhe kujna jep, njeriu vetëm njerëzit dashamir që i ka, njerëz të dashur që janë. Prandaj përgëzimet apo mysh dhe që vinë nga Zoti i Madh, vinë inshallah për neve dhe juve, për ata që besojnë në njëshmërinë e Zotit, për ato në ndi, për ato në kin, ato që i besojnë kryqet nuk ka përgëzime. Por përgëzimi është për ata që besojnë në njëshmërinë e Allahut subhanahu wa taala, dhe thotë Allahu në Kur'an: "Wa bashiril mu'minin", dhe meri mysh dhe mu'minave, besimtarve, bi anna lahum min Allahi fadlan kabira, se me të vërtet Allahu azza wa jall ka një nder, një respekt të madh për ata që besojnë në njëshmërinë e Zotit. Prandaj nuk ka nder më të madh se ti me qenë prej besimtarve. E pastaj kjo doza e besimtarllëkit, e muslimanllëkit, e imanit ton varet prej veprave të mira. Prandaj titulli i sotit është: a don më të marr mysh dhe Zoti ty? A don me qenë nga të përgëzuarit e Zotit ti? Atëherë bën mirë se Allahu nuk të harron ty. E para qenë ka imani dhe forcimi i lidhjes tënde me Allahun, që Allahu na ka krijuar për ta madhruar Allahun subhanahu wa taala. E dyta, wabashiris sabirin. Merri mysh dhe njerëzve prej veprave shumë të rëndësishme, prej ibadeteve shumë të rëndësishme, merri mysh dhe njerëzve sabërli, që bëjnë sabër. Shpesh herë kur e flasim në fjalën sabër, më ka vdek gjali, më ka vdek baba, bën sabër. Vetëm këtu e kuptojnë as sabrin. Sabri më i madh është
në respektimin e urdhave të Zotit, mi kry ibadetet e Allahut, me agjeru sabër, mu bën student i mirë sabër, me bë vepra të mira sabër, me fal namazin sabër, e shumë njerëzi nuk i bajnë ibadetet e Zotit se nuk kanë sabër. Prandaj sabri është temeli gjithë adhurimeve tjera. Sabër bani Bilalin shahadetin në njëshmërinë e Zotit, dhe këtë dim historinë e torturës që u ban, por emri Bilalit deri në ditën e kiametit nuk harrohet, se bani sabër në shahadet. Familja e parë e shahidit që në kohën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam e humbi jetën, bani sabër dhe ra shahid. Për çka? Për shpërblimin e të madhit Zot. Prandaj nuk ka ibadet që nuk ka nevojë për sabër. Atëherë njeriu Allahu e përgëzon: "Wa bashiris sabirin alladhina idha asabatuhum musibe qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Kur t'ju godet juve ndonjë sprov, thuni prej Allahut dhe prej Allahut jemi dhe tek Allahu kthehemi. Prandaj sabrin e kemi vetëm për hir të madhnisë Zotit, ne durojmë se Allahu na ka thënë, dhe sabri është prej shkaqeve me qenë i përgëzuari nga të përgëzuarit te Zoti subhanahu wa taala dhe i përgëzuar me xhennet. Iman, sabër. A mjafton veç iman dhe sabër e pa vepra të mira? Imani jon e përmban komponentin tjetër, bamirësinë dhe me bë vepra të mira. Wa bashiril muhsinin, dhe Allahu thot merri mysh dhe njerëzve që bëjnë vepra të mira. Inna Allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu. Allahu thot në Kur'an: "Wa bashiril muhsinin", dhe merri mysh dhe njerëzve që bëjnë vepra të mira, se Allah është në mbrojtjen atyre që bëjnë vepra të mira e nuk i don njerëzit të radhtar. Atëherë ti ja je të radhtar, ja je besnik në fjalë të Zotit dhe në sunetin e pejgamberit, apo je të radhtar. Edhe sot, nëse dojmë ne të jemi nga të përgëzuarit e Zotit, duhet shahadetin tamam me pas në zemër, duhet me qenë durimtar, dhe e treta me qenë vepërmir. E katërta, kush don më kanë nga të përgëzuarit e Zotit, më na marr mysh dhe Allahu, o bashiril mukhbitin. E kush janë mukhbitin? Janë njerëz e nënshtruar Zotit. Alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum, kur të përmendet Allahu i dridhet zemra. Was-sabirina ala ma asabahum, dhe ata të cilët bëjnë sabër kur sprovohen, dhe ata që e falin namazin dhe japin nga ajo çka i ka dhënë Allahu. Që kjo fjalë të nënshtruar te Zoti është shumë i rëndësishëm. A ka mundësi njeriu me pas imanin tamam, e mu kanë sabërli, e mu kanë bamirës, edhe mos mi u kanë i nënshtruar i Zotit? Nuk ka mundësi. Prandaj nënshtrimi vjen i të madhit Zot, që njeriu i nënshtrohet Allahut kur e ka imanin tamam, kur e ka durimin tamam, kur bën vepra të mira, Allahu të nderon dhe më nënshtru Allahut. Ndonjëherë vetëm një sprov prej shembullave të shumt. Ju paska lajmëru një djetari të madh, një njeri i sprovum shumë, i sprovum me sihr, i sprovum me fukarallëk, i sprovum me shumë smundje dhe telashe në shtrat të vdekjes. E i thot hoxhës: kam ndëgju shumë nasihate prej teje, e një prej mia apo qindra mijave lutjeve dhe ajeteve dhe haditheve, kam kërku falje të Zoti, por kam meditu rreth një fjale shumë të rëndësishme, të nënshtrimin ato fol. Thotë kam përsërit atë shumë herë fjalën la haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Me qindra mia herë kam përsërit këtë fjalë. Sa që Allahu me këtë fjalë, me këtë dua që ju drejtova Allahut, Allahu më shëroj pi sihrit, ma largoj varfrien, ma largoj smundjen, mi largoj telashet, u bana refresh komplet një njeri tjetër. A dini pse o vëllezër? Se ju nënshtrua atina në të cilin e ka pushtetin, e ka shnetin tanë, e ka jetën tane, e ka rizkun, i ka çdo gjë në dorë të Zotit. La haula wala quwata illa billah. Jo veç me gojë me thonë ti dhe unë, me thonë me bindje se nuk ka fuqi tjetër pas fuqisë Zotit. Allahu e ndryshon gjendjen. Nëse ti mbështetesh Allahut dhe i nënshtrohesh Allahut, Allahu nuk të tradhton nëse ti nuk e tradhton Allahun. Dhe kjo lutje e bani me ndryshu jetën në dynja. Kjo lutje të ban me ndryshu jetën edhe në ahiret, më të ban nga banorët e xhenetit.
E pse nuk e thuti dhe pse nuk e ke këtë bindje se të mungon imani, të mungon durimi, të mungon veprat e mira dhe të mungon nënshtrimi. Sot ne më shumë i nënshtrohemi njerëzve se sa Zotit, më shumë i lutemi njerëzve se sa Zotit. Edhe prandaj wa bashir ibadi alladhina yastami'una alqawla wa fayattabi'una, dhe merri myshdë robërve të mi, thot Allahu subhanahu wa taala, robërve, na jemi robë të Zotit, ata të cilët e ndëgjojnë fjalën e Zotit, veprojnë me ta. Besimtar të nderuar, pa e zgjat më shumë, nëse ja kemi mësuar xhenetit, nuk ka xhenet pa iman, nuk ka xhenet pa sabër, nuk ka xhenet pa vepra të mira, nuk ka xhenet pa i nënshtruar Allahut. E nëse dojmë të jemi robë të Zotit, atëherë duhet nga ky pjesë e përgëzimit që Allah i ka përmend këto ajete, Allahun e lusim me emrat e tij të bukur dhe të larta, që Allahu ta ban imanin ton në njëshmërinë e Zotit ashtu siç meriton Allahu. Allahu të na ban sabërlin në ibadet, ta madhrojnë Allahun ashtu siç meriton dhe të largohemi nga haramet. Allahu të na ban nga ata të cilët bëjmë vazhdimisht vepra të mira, edhe njerëzve kur t'i bëjmë, mos prit me ta kthy njeriu, po prit me ta kthy Allahu, se Allahu shpërblen më mirë se sa njeriu. Shpërblimi i Allahut është më i vlefshëm se sa i njeriu, dhe e funit ti nënshtrohemi atij që meriton, ai është Allahu. Ai ndryshon gjendjen tonë për një gjendjes shumë të keqe në shumë të mirë, e gjendja më e mirë është më të bënë nga banorët e xhenetit. Allahu nasip na boft. E lutim Zotin e Madh që këtë ibadet që e bëjmë Allahu ta pranon. Allahu t'i fal gjunat, se gjunat falen prej namaz deri namaz, prej xhumaje deri në xhuma. Allahun e lutim që Allahu t'i fal gjunat tona, juve dhe gjithë muslimanëve kudo që të jenë. Allahu t'na mëshiron me rahmetin e tij, rinin ton ta udhëzon në rrugën e Kur'anit dhe sunetin e pejgamberit alayhis salam. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum lisal muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.